Kështu që nëse ti ke pëlqim dhe do të mendon se mund ta fitosh këtë vajzën, okay. You do you, kupton? Po që unë kam shpreh, kam thënë edhe nuk dalë kundër asaj çka kam thënë. Kam thënë kam shumë kimi të mirë me atë njeri, absolutisht një gjë që se mohoj dot. Se për njëri interesant është njëri interesant. Bë tani e kupton si gjallë çuk, e kupton jam të fol fiksi kur një shoqë që jam nga jashtë. Nuk e di çfarë tipet ke ti, po nuk është Kristi. Një qunë që të kam imaginu ty, po kur vjen të dashuri, ama nuk është qunë i keq, he's very intelligent, jo as jo për pamje, as jo për qështu, po kishe imaginu me dikush tjetër, kupton, me menimet e mija, po qatë plas ty për menimet e mija, menimet e të gjithë njerëz kur jeti e lumtur. Së fund ditës, if you're happy and if you feel good, ajo është kryesore, dhe ty nuk duhet me të plas pas njani, e kupton, for no one's opinion. Edhe masë ne e kupton pash ty, e kupton të nejtë ma shumë me malin, me këtë, edhe të pash aj pak atje, so është sa ka, qa po ndodh. Mpe mu me malin. Po. So I don't know if that is making him jealous. Tani unë nuk kam asnjë pëlqim as për malin as për Kristin. Kjo është sigurt. Ka të e kish seriously me kjo mask. Me kjo mask. Maskën. Tani nuk e mendoja që do dilim tush do bënim një bisedë serioze me maskën fytyrë, mendoja se do shtriesha. Edhe nuk kam pëlqim për asnjërin. Mali është fan, Po unë të shoh, for example, ma friends me Kristi, edhe të shoh sikur me malin pak ma ndryshe, obe. Jo sikur ke pëlqim, për pak ma... E kuptoj çfarë po thu. Sikur është diçka pak ma cute atje, si my opinion. Po, si siç më tha dhe është vetëm my opinion, nuk duhet me... Po gjithsesi, nuk është se kam ndonjë pëlqim për asnjërin prej të dyve. Kaloj shumë mirë me të dy, of course. Kimin që kam me Kristin e kam dhe nuk e mohoj dot. Me Malin më ka bërë përshtypje ç'ne Mali erdhi tani edhe Mali erdhi një ditë të bukur dhe më tha mua ti ke thënë I like your type, se tani shkove te Kristi, sikur po kërkon të llogari, like unë nuk shpreha pëlqim.